Nga një fshat i Gostivarit në misionin Artemis 2, Albon Rexhepi tregon rrugtimin e tij. Nga një fshat i Gostivarit drejt një projekteve më ambicioze në historinë e eksplorimit hapësinor, historia e Albon Rexhepit është një dëshmi e qartë se për kushtimin dia nuk njohin kufi. Sot ai është pjesë e misionit Artemis 2 të NASA-s, një projekt që synon rikthimin e njeriut në hënë pas dekadash. Me një rol drejtues në kompaninë Duitron në Shtetet Bashkuara, Rexhepi kontribon në teknologjinë e testimit të matjes, një komponent thelbësor për sigurinë dhe suksesin e misionit. Rrugtimi i tij profesional nisi pas studimeve në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, ndërsa përvoja e parë në SBA e çoi në kompani të njohur si Pfizer dhe pastaj Legrand, ku ndërtoi një karrierë të qëndrueshme përpara se të bashkohet Duitron në vitin 2022. Produktet tona përdoren në fazën e zhvillimit dhe prodhimit të komponenteve për Artemis 2. Testimet janë thelbësore që projekti mos ketë asnjë dështim, është prehur Rexhepi duke theksuar rëndësinë kritike të punës së ekipit të tij. Ai nënvizon se përgjegjësia në projekte të tilla është e jashtëzakonshme, pasi çdo detaj lidhet drejt për drejt me jetën e astronautëve. Një projekt të tilla duhet të jetë jashtëzakonisht i përpik, sepse këtu në pyetje është siguria dhe jeta e astronautëve, nuk ka hapësirë për gabime, ka thënë ai për Portal Macedonia përcjell Telegrafi. Punoni dhe mësoni, askush nuk mund t'ju mposhtë nëse keni një qëllim në jetë. Punoni fort që do t'ja dilni është thirrja e tij për brezat e rinj.